Poliçani është qyteti lindur nga asgjëja, që u ndërtua për të ushqyer makineritë ushtarake të një regjimi. Në vitet 60 u projektua si zemra e industrisë ushtarake. Por sot, rrugët janë të zbrazura, makineri të heshtura, dhe të rinjt kanë marrë rrugët e mërgimit. Është një rrëfim i një qyteti që provoi ngritjen dhe rënjen e njerëzve të mbetur mes kujtesës së lavdisë së djeshme dhe pyetjes së hidhur, çfarë do të bëhet me Poliçanin. Ata që mbritën të parët në fshatin e humbur Buzo Sumit kujtojnë fillimet, gurët e parë, themelet, kasollet e kthyera në lagje. Poliçani nuk ka qenë fare qytet. Poliçani mund të them që edhe një fshat shumë i vogël. Kena gjetë 4 klasë fillore, ku numri i nxënësve ishte shumë i vogël, edhe kemi gjetur 2 mësues, ku atëhere ishte që kur kishte pak nxënës, ishin edhe nga fshatrat të tjerë, kur ishin pak nxënës, ishte vetë procesi që i rregullonin me klasë kolektive. Ka qenë, thash, as fshat nuk ka qenë. Në vështirësi më të mëdhaja që në jetën time nuk i kisha imagjinu, jo të kisha provu. Ashtu, nuk kishim as ujë për të pirë. Ishin bërë instalimet, se ka qenë Bugova, ndoshta e keni parë se është një vend, edhe turistik tash ka pas një ujë shumë të mirë. Ishin bërë instalimet, për ujë s'kisha arrit akoma me ardhë. Edhe ujë nuk ishim ambulancë, nuk ishim një farmaci të blenim një aspirin, gjithçka shkonim në Berat, sepse atëhere Poliçani ishte në varësinë rreth quhesh atëherë, i Beratit, dhe për çdo gjë edhe fëmijët e mia kanë vënë linjën Berat. Edhe pse jemi Shkodran, atje kanë vënë linjën, sepse absolutisht nuk ishim asnjë gjë. Dhe buka vinte me zis quheshin atëherë këto makinat e mëdha të ushtrisë, vinte nga Berati bashkë me makinën e ushtarëve që merrin pjesë në ndërtim të Poliçanit. Fshati malor, i harruar deri atëherë, nisi shpejt të merrte trajtën e një qyteti. Qindra kuadro u mblodhen atje për ndërtimin e kombinatit, bashkë me familjet e tyre, e mbushën me jetë qytetin. Rritja e shpejtë e numrit të nxënësve ishte shenja e parë e ndryshimit. Gradualisht, ky qytet u popullua me punëtor, goxha, duke qenë me punëtor, erdhën të rinj, siç ishim dhe ne të rinj, burrë e grua ishim mësues. Dhe kishin ushtuar dhe shkolla, u rritën klasat, shkollat. Në me thënë, u bën nga, tha dhe shpresa, nga 2 klasa që ishin kolektive atëre, u bën 2 shkolla. 8 vjeçare që ishin, dhe pasaj 9 vjeçare. Dhe shkolla mesme, gjimnaz dhe mekanike, që ishte në shërbim të kombinatit. Mekanike. Por përse u zgjodh pikërisht Poliçani për industrinë më të rëndësishme të armëve në Shqipërinë komuniste? Nga ana strategjike ishte një vend i mbrojtur, ishte në mesin e Shqipërisë jugore, nëse mund ta quaj, rreth 20-21 kilometra nga qyteti i Beratit, larg kufive shtetëror, në buzë lumit të Sumit dhe krijonte kushte të mira për këtë proces që thash që në fillim ishte diskret. Tajar Lula ishte ende fëmijë kur dëgjoi për herë të parë zhurmën e armëve që vinin nga kodrat përballë shtëpisë së tij. Ne ishim fëmijë, dëgjonim, është një poligon që në atë kohë ishte më i mirë i Ballkanit. Dëgjonim zhurmat e provave në qitje të municioneve që prodhoheshin dhe shteti, Ministria e Mbrojtjes, kishte një përfaqësi në Poliçan, në ushtarak inxhinier të përgatitur armatimi, që merrnin dorëzimin në prodhimit. Dhe dëgjonim atë zhurmën e qitjes së provave, njëkohësisht për prellat 682 dhe 120 të mortajave. Ne kishim një poligon në Seman të Fjerit, dhe qitja bëj në det. Mësuesja Shpresa erdhi në Poliçan në vitin 1964 me bashortin oficer. Ajo rrëfen kujtimet e para, organizimin, njerëzit që shkonin për specializim në Kinë
për të ndërtuar një kombinat armësh nga e para. Poliçanin kam shkuar, kemi qenë pothuajse kuadrat e para, flas për burrin që ka qenë ushtarak. Edhe kemi shkuar në 64-ën, kur Poliçani si kombinat kishte filluar ndërtimin me sa mbaj mend në vitet 60. Kishte çuar shteti kuadro për të përgatitur për atë lloj industrie ushtarake dhe shkuan në Kinë mas ish-bashkimin sovjetik, shkuan në Kinë 2 vite për specializim për atë lloj industrie, sepse ndërtimi kishte filluar dhe prodhimi s'kishte filluar akoma, se donte kuadro. Çuan biles përves ushtarakëve kanë çuar edhe punëtor për të pas punëtor të kualifikuar. Edhe kanë ndetur 2 vjet atje dhe pastaj bashkë me kinezët, që ka pas shumë specialist kinez, ndërto ishte edhe një përkthyes që kishte mbaruar gjuhën shqipe këtu, që fliste shumë mirë shqipen. Ish kuadro e ish punonjës të kombinatit sjellin në kujtesë ritmin marramendës me të cilin u ngrit fabrika dhe qyteti paralelisht. Dhe kishte specialist, në fakt kishte nga gjithë Shqipëria. Specialist, duke filluar nga ushtarak, specialist, inxhinier, mjek, gjithë u hapën, domethënë spital, maternitet, ambulancë, që ishin në shërbim të popullatës aty, ishin në fakt kushtet, u bën shumë të mira, bile kishte menca punëtorësh dhe në poshtë në kombinat, që hanin atje drekën, dhe lartë në qytet, se pastaj Poliçani mori formën e qytetit me të gjitha, mangësit që kanë qenë më përpara, me ndërtesa, me ujë, me drita, me të gjitha kushtet. Ndryshoi shumë. Aty erdhen inxhinier të ndryshëm, elektrik, mekanik, kimista, sepse vetë procesi punës, me sa kisha dëgjuar, nuk kam punuar dhe nuk mund të flas për atë pjesë. Kimisa, gjitha se vetë teknologjia ishte atill që i donte të gjithë llojt e inxhinierëve. Erdhen fuqi punëtore nga gjitha rrethet e Shqipërisë, Të thash nga që e gjetëm me 2 mësues me 4 klasë fillore me shumë pak nxënës, aty u hap shkolla e mesme, profesionale, mekanike, elektrike, sepse duheshin punëtorë të kualifikuar, ma atje nuk ishte thjesht një kombinat, kishte edhe rrezikshmëri. Praktikisht ai ishte një qytet që u ndërtua në vitin 65-66, zbritën njerëz, po erdhën dhe nga zonat, po erdhën dhe intelektual, nga Vlora, nga Gjirokastra zakonisht, inxhinier mësues, aty ishte i shkollë e mesme mekanike. Në të vërtet, aty prodhimi u ndërpre në vitin 92, po jo se nuk u punua. Në Poliçan u shënua data e prodhimit të fishekut të parë në historinë e Shqipërisë. Fisheku i parë, ose municioni i parë shqiptar, i prodhuar në kombinatin mekanik të Poliçanit, është në datën 9 shtator 1966, por ky lloj fisheku u prodhua në mënyrë artizanale. Në vitin 1964 erdhën specialistët kinezë në Poliçan. Ata sollën me vete projektet në gjuhën kineze dhe teknologji. Është ngritur si fillim, si një uzinë në vitin 1962. Si fillim ka bërë prodhime të thjeshta, duke filluar natyrisht për të krijuar eksperiencën e nevojshme, duke prodhuar fishek për armë gjahu, më vonë duke prodhuar fishek për armat që kishte Shqipëria të kapura nga lufta, armë trofe. Ka qenë një sasi e madhe armatimi që kishte shteti dhe natyrisht duhesh furnizuar vazhdimisht me municion të ri. Pastaj, me ndihmën e Kinës, filloi organizimi për prodhimin e municioneve të armatimeve të reja, të automatikëve Kalashnikov, të pushkëve të ndryshme që kishte marrë Shqipëria nga vendet e Traktatit të Varshavës, nga Kina. Brenda pak kohësh, nisi prodhimi i të gjitha llojeve të municioneve. Në kombinatin e Poliçanit janë prodhuar gjatë kësaj kohe municionet, fisheket 7.62 mm për pushk automatik mitralos,
fishekët 7.62 mm model 53 për mitraillez të rëndë. Disa nga llojet e mortajave që kishte ushtria shqiptare. Municione për mortaj 60 mm, 82 mm, 107 mm, 120 mm. Granata dore kundër këmbësërisë, që kanë filluar që në vitin 67. Granata, mina kundër tanke, mina kundër këmbësërisë, edhe municione tjera, elementë ndihmës siç janë fishekët bazë të mortaje, mbushjet e mortaje, djeggoret, fishek shenjidhënjës 26 mm, fishek Makarov, fishek Parabellum, që janë nga fundi i punës në kombinat. Do të thotë që një pjesë e mirë e municione me cilit ishte kompletuar ushtria shqiptare janë prodhime të Poliçanit. Në pak vite, nisën 3 uzina të reja, duke kaluar nga fisheku në armë të plota. Pajisjet ishin kryesisht kineze, por pas vitit 72, duke patur parasysh se ushtria shqiptare kishte nevojë më shumë për municione, dhe ishte lindje domosdoshme që të shtohen linjat e prodhimit. Për këtë arsye u sollën pajisje nga Kina të tjera dhe mund ta konsideroj që vitin 72-85 një periudhë modernizimit kombinatit Poliçanit. Duke shtuar disa linja, por më e rëndësishme është se u blen pajisje makineri për prodhimin e municioneve në Austri, Francë e në vende tjera. Madje një pjesë e inxhinierëve dhe teknikëve të kombinatit Poliçanit janë kualifikuar jashtë vendit në atë kohë që shumë pak e dinë. Edhe ose e dinë vetëm ata që kanë qenë në atë kualifikim. Në kulmin e vet, kombinati punsonte mbi 5300 vet, duke e kthyer fshatin e dikurshëm në qytet me rreth 11.000 banor. Në vitin 85, mund të themi se ishte kulmi i prodhimit municione në Poliçan. Vetëm fishek, pushka automatiku dhe mitraillezit lehtë, kombinati Poliçanit ka prodhuar mesatarisht në vit 25-26 milion. Municione mortaje 60-82 mm, apo sjell një shifër 82 mm, prodhuar 100.000 copë në vit. Por me rënjen e sistemit, filloi edhe degradimi ngadalë i industrisë që kishte qenë krenaria e shtetit komunist. Kështu që edhe kombinati gradualisht filloi të dalë jashtë përdorimit. Për të mbijetuar u bën përpjekje nga më të ndryshmet nga efektivi personeli që punon aty, sepse ata ishin interesuar për të mbajtur gjallë këtë kombinat, po filloi degradimi gradualisht. Dhe një pjesë e punonjësve duke ngelur pa punë u detyruan të emigronin, të iknin nga qyteti i Poliçanit, të shkonin në vende të tjera, të iknin jashtë vendit për të mbijetuar. Dhe kështu ikën specialistët, qoftë specialistë e lartë, qoftë të mesëm, qoftë punëtorë të thjeshtë, dhe degradoi gradualisht derisa ai nuk ishte në gjendje të mbante më veten. Pas rënies një sistemit, pastaj çdo gjë u shkatërrua, u prish, me thënë, u prish dhe kombinati, u shkatërrua. Sepse aty u bën, jo vetëm që ishte kombinati aty ku e keni parë dhe ju, po ishin dhe tunele lartë që në rast të rreziku e gjithë kombinati do futej në tunel dhe ishin bërë ata që i kishin parë, se ne nuk në lejoj të futeshim atje. Ishte bërë një gjë më vete, domethënë që mund të kaloje i gjithë, mund të kalonte atje në tunel. Të gjitha punët që bëheshin aty poshtë, mund të kaloje në tunel. Por pastaj u shkatërruan të gjitha dhe makineritë që ishin, ato që ishin, po atje prodhojshin ato armë, ato fishek, ato, domethënë deri në detaj. Pastaj u shkatërruan, çfarë ta them tani, them edhe u vollën. Tajar Lula, një nga drejtuesit në atë periudhë, tregon pasojat e reformës së parë kur dhe nisi degradimi i kombinatit. Nga 3.467 punonjës, do mbeteshin në punë 1.820. Ky raportim u bë në kohë reale, nuk ishte një material i mirë fillt, por që ajo u pranua nga Ministria e Mbrojtjes dhe pas aplikimit të asistencës,
Deri në vitin 94 kjo rezultoje sukseshme, me fjalë ata njerëz ndajnë në punë, të tjerë të paguan me asistencë në pritje për të rikthyer. Pranvera dhe vera e vitit 1992 e ktheu Poliçanin në epiqendrën e revoltës së parë punëtore në Shqipërinë e tranzicionit. Greva e përgjithshme zgjati 4 muaj. Përleshjet e gushtit lanë dhjetra të plagosur dhe qeveria e re demokratike u trondit. Forca socialiste, Namik Doklia, Servet Pullumi, Ilir Meta që erdhën në atë kohë në mbështetje të punëtorisë, premtuan që kombinati do vijë në punë edhe ju si njerëz nuk duhet të largoheni nga qyteti. Kanë arritur ta kuptojnë. Ajo që ishte e çuditshme në atë kohë, këta drejtuesit e Konfederatës ishin nxënës të shkollës së mesme mekanike, të atyre drejtuesve të Poliçanit që ishin inxhinierë dhe jepnin edhe mësim në shkollë, dhe ata çuditërisht nuk i bindeshin profesorit të tyre. Dolën sipër pjesës intelektuale dhe ndodhi ajo që ndodhi. Por a kishte ende mundësi të mbijetonte Poliçani si industri armësh? Dhe qofse ky kombinat do ishte matur në punë, do kishte patur një mbështetje serioze nga shteti, ky mund të mbijetonte dhe të bënte edhe këtë prodhim dhe tregtim që kërkon sot bota. Kur erdhi presidenti i Ukrainës këtu, kërkoi të mbështetesh me municione të prodhuara nga Shqipëria, ne s'kishim se çfarë t'i jepni. Se jo vetëm që kombinati ishte jashtë loje, po gjithë rezervat ishin zhdukur. Sipas ekspertëve, mungesa e vullnetit politik dhe interesat e huaja e çuan drejt shkatërimit, si shumë vepra të tjera të diktaturës. Si njoh si mirë që nga viti 1986 i problemi ushtarake e reformave të bërë në ushtri dhe pjesëtar aktiv prej 47 vjetësh të forcat armatosura, kam parë me shqetësim të madh se si u shuajt në pak vite industria ushtarake si në Poliçan edhe në disa ndërmarrje të tjera ushtarake të Ministrisë së Mbrojtjes dhe uzina prodhimi. Poliçani e vujti shumë këtë, sepse si thash ishte lidhur me kombinatin. Popullsia mbeti pa punë, gratë mbetën pa punë. Burrat morën rrugët e emigrimit drejt Greqisë e vendeve tjera ose drejt Tiranës dhe Durrësit për një jetë më të mirë. Çfarë humbi Shqipëria me shuarjen e kësaj industrie? Shteti shqiptar ka humbur një aset të jashtëzakonshëm në vitet 90, ku në vitin 91 specifikisht shefi i shtabit përgjithshëm të asaj kohe e vlerësonte pasurinë totale që kishin forcat armatosura $230 miliard. Po flasim me 230 miliard të asaj kohe. Dhe këtu duhet kuptojmë që madje unë do të thoja që kjo është relativisht konservative si shifër, mendoj që mund të ketë qenë edhe më i lartë. Duke numëruar këtu disa mira tanke, një 6.000 gryka tope, të gjitha këto të cilat kushtonin $100 miliard me paratë asaj kohe, sigurisht pasuria që ka pasur shteti shqiptar në terma të kapacitetit ushtarak ka qenë e jashtëzakonshme. Një pasuri që për fat keq, jo vetëm u keq përdor dhe shkoi në duart e gabuara, por nuk mundi të ripërtëriej. Ka dyshime gjithashtu se rënimi lidhet edhe me lobimet e errta nga fqinjët, që e shihnin Poliçanin si konkurrent. Po, problemi kryesor, unë nuk e shoh këtu se edhe zvarritja që është bërë në vite të tëra janë lënë pas dore, kjo vjen për arsye të konkurrencës madhe që është në tregun e jashtëm. Dhe andeja i kanë diktuar politikës tonë që t'i shkatërroj këto industri. Unë ju solla një shembull të Serbisë, e cila për këtë vit hedh në treg €2 miliard prodhim. Nëse do kishim ne aftësi, edhe ne do zinim një pjesë tonë, të paktën me të ardhurat nga shitjet mund të mbash gjallë prodhimi.
Në vitin 2017, Tajar Lula e drejtoi kombinatin e Poliçanit për një periudhë të shkurtër. Ai tregon interesin e investitorëve të huaj që pan tek Poliçani një potencial të fjetur. Vinin shumë investitorë që kishin qenë, edhe Amerikanë, edhe Izraelit kanë qenë. Gjatë kohës që ishe drejtor, më ka ardhur një kompani kroate, dhe unë hodha në prodhim për këto një sasi për 1 milion fishekësh të poligoneve të qitjes private, kalibri 9 mm. Ata e përdor dhe policia në këto kushte. Dhe unë ato i prodhova në 6 muaj si kapacitet, ndërsa kroatët që erdhën panë këtë Fordovin, në thonjë za shqiptarë, uzinën e fishekut në tunele, ca makineri që janë të kohës fundit, a i prodhonte 6 milion fishek në muaj. Pasi e pana të linjën, në bisedime, thanë, ne mi këtë dashur e kemi kaq, kështu që në këtë pjesë të konkurencës, sepse aty ka ardhur dhe Fioki italian. Edhe ata janë afruar të ndërtojnë fabrikën në Mjekës, por për efekt të kostave donin të bënin një investim për të konkuruar, si më thënë, uzinat në Ballkan. Viktor Përshqefa, që e ka ndjekur historinë e kombinatit nga fillimet deri më sot, e quan periudhën 2000-2024 si vitet më të egra të degradimit deri në shitjen e makinerive për skrap. Qeveritë e vitit 92-2024 nuk kanë menduar për industrinë ushtarake. Tani çfarë ndodhi me Poliçanin në vitin 2024 është është vetëm degradim, derisa vajti edhe në pajisje e makineri u shitën për skrap. Ndërkohë, lufta në Ukrainë solli një situatë të re. Në shkurt 2023, presidenti i Ukrainës Zelenski u bëri thirrje vendeve të Ballkanit të kontribojnë në prodhimin e municioneve. Në prill 2024, qeveria shqiptare shpalli planet për ringjalljen e industrisë së armëve. Situata në Ukrainë ose pushtimi rus, agresioni rus mbi Ukrainën e zgjoi gjithë Evropën. Për mua e zgjoi nga gjumi Europën, dhe shtetet e Europës. Dhe filluan të kthejnë vëmendjen nga mbrojtja, siguria dhe nga industria ushtarake. Njerëzit luftojnë me armë, forcat ushtarake quhen forcat armatosur, u kanë armë, nëse nuk kanë armë, nuk quhen forcat armatosur. Kjo është një devizë pashmangshme historikisht, me mijëra vjet. Armët janë domosdoshme, por dhe municionet janë domosdoshme. Mesazhi i madh vjen nga Amerika, vjen nga shtetet tjera të fuqishme. Shqipëria natyrisht tregon që i bashkohet kësaj pjese, këtij koncerti, le të themi, në kuptimin e bashkëpunimit, të përpjekje për industrinë ushtarake, siç u tha edhe në summitin e fundit me forcë të madhe. Nuk mund të themi që ky mesazh vjen nga Shqipëria. Mesazhi vjen nga NATO. Por sa e lehtë është të ringrihet një industri e tillë nga gjendja e degradimit që është sot. Fillimi nga zero për të ngritur një industri, qoftë si kjo, qoftë në një analoge, është shumë i vështirë. Unë them se vendi nuk ka kapacitete financiare, logjistike dhe intelektuale për të ngritur këto. Mundet që këto të ringrihen, këto që janë. Po këto duen ringritur paralel, sepse në qoftë se do i hysh industrisë së prodhimit të armëve, duhet rigjallëruar disa nga këto uzina dhe kombinate. Për shembull, marrim Poliçanin. Dhe i siguruam fondet për ta ngritur kombinatin. Ati muaj lëndë para. Lëndë para ne i prodhonim në vend. Për shembull, baruti prodhohesh në Mjekës të Elbasanit. Tritoli po ashtu në lëndë në Mjekës të Elbasanit. Materialet të tjera prodhoheshin, po këtu dhe kombinati ishte në gjendje të mbante të furnizohesh me këto pa kërkuar materiale nga importi.
kombinati ka patur një rezervë të caktuar të lëndëve të para, sidomos të atyre materialeve që i merrim nga Kina. Më vonë u detyruam që të blieshin me para në vendet të ndryshme të Evropës, natyrisht me çmim më të lartë. Vendet që ne kemi fqinje, që mund të konsideroheshin të ardhme ndoshta edhe potencial për konflikt, sepse tipikisht konflikti me fqinjet lind, janë shumë më të avancuar se sa ne në këtë industri. Nga ana tjetër, mendoj që ata e kuptojnë që fakti që ne jemi në një hap të pasëm, si thua, dhe që po e nisim jo duke rimëkëmbur prodhimin ton, por duke bashkëpunuar me prodhues të huaj, kjo nuk sjell domosdoshmërisht një rritje të drejtë për drejtë të kapaciteteve tona luftarake, por është një rritje e tërthorë të këtyre kapaciteteve. Dhe e fundit, mendoj se kjo rezonon mirë me NATO-n, sepse NATO kërkon një rritje të investimeve në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe mendoj që kjo do të shitet mirë nga qeveria në pushtet cila do qoftë ajo, për të thënë që Shqipëria po qëndron në lartësinë e kësaj përgjegjësie. Pra nuk mendoj që do të ketë ndonjë efekt negativ në thelb ndaj kundërshtarëve potencial, dhe mendoj që është një hap i mirëpritur, sepse edhe këta kundërshtarë potenciale shikojnë si një mundësi të bashkëpunojnë në fushën e të ardhurave ekonomike që sjell kjo industri. Natyrisht, siç ka interes për ne, ka interes për NATO, sigurisht ka dhe individ apo aktor politik apo vende apo industri të caktuara, kompani të cilat nëse Shqipëria ka një plan të tillë dhe ka një plan të tillë dhe do të jetë shpejt, sigurisht ato mund të ofrojnë për të investuar. Kjo është normale. Po vetëm kaq, shikojmë çfarë do bëhet, se ende është gjithçka në rrafshin e fjalëve, në rrafshin verbal, si thua. Është një premtim që duhet mbajtur, është serioz, është sfidë, do të thosha unë, nuk është e thjeshtë, është sfidë. Edhe sikur të plotësohet, të jemi realistë, plotësohet 5%, nuk është se Shqipëria po prodhon avione, helikoptere dhe raketa, po atë pjesë që i kanë caktuar në grupin, në vendet e NATO-s, atë detyrë që ka dhe ta përcaktojë, ta plotësojë ashtu siç duhet. Qeveria ka njoftuar rritje të buxhetit për ushtrinë, e shtyr nga kushtet gjeopolitike dhe presionin ndërkombëtar. Ekspertët e shohin si hap të domosdoshëm dhe bëjnë thirrje për bashkëpunim kombëtar për të arritur objektivat e NATO-s. Nuk jemi sigurt për mbështetjen financiare, një, dhe vullnetin politik nëse do të jetë tërësor në të gjithë elitën politike. Këtë nuk e di, jam i sigurt. Jam unë, shprehet kjo qeveri, shprehet opozita, natyrisht për këtë, po deri në çmas shkruaj nuk e di. Por që rrethanat janë tilla që të tërë i shtyn, pra të gjithë elitën politike, shtyn që këtë gjë ta shikojë seriozisht. Pa diskutim, sepse siç e thash, siguria po bëhet gjithnjë më shumë vlerë qendrore. Mendoj që në përgjithësi është një hap i rëndësishëm, sepse ka të bëjë me forcimin e kapaciteteve lutarake të vendit tonë në radhë parë. Madje unë do të gjykoja që është një lëvizje tepër e vonuar dhe mendoj që ka qenë një dështim strategjik i vendit tonë që e ka lejuar industrinë që ta arrinte në këtë deregje, për ta thënë troç fare. Ndërsa planet qeveritare bëjnë xhiron e mediave dhe kompanitë huaja shfaqin interes, Poliçani ndërkohë jeton i qetë, i kthyer në fillime si një fshat i harruar mbi osum. Njerëzit u larguan, tani në qytetin e Poliçanit, unë kam qenë vitin që shkoj, shikon vetëm njerëz moshë të madhe, që flasin me nostalgji për të shkurën, nësa të rinjt mendojnë për të ardhmen, për digitalizimin, për inteligjencën artificiale, ato që kanë mbetë dhe ato që janë larguar. Nuk është Poliçani që ka qenë, pavarësisht se njerëzit e mirë prapë ndodhen atje. Ikën, kush shkoi jashtë, kush ndroi vend në për qytete pak më të që mund t'i gjente mundësinë për tu punësuar, dhe kështu zbritën pastaj, aty ikën ata që ishin dhe zbritën fshatrat që ishin për rreth. Pa ati ata ka ngelu që s'punojnë më, shmeren do me thënë marrin lekte njëri tjetër, bëjnë atë tregtinë e vogla aty, e kupton, njëri shet tjetri ble, dhe kanë ikur njerëzit, do me thënë ata që janë, kanë ikur. Bile ka nga ata që e ruajnë ata, për shembull unë kam iku që andaj po kam kujtimet mira për të pjesën që fola, edhe e shita të shpinë kot fare që mi ikën në për ato firmat piramidale atere,
E qita kot fare dhe do doja ta kisha të shpinë atje. Për arsye sepse atje klima është shumë e mirë, ajri është shumë i pastër, është dhe një qetësi atje, edhe ai qytet i vogël është i mbledhur dhe kam ato nostalgjin. Prej shumë vitesh, mësuese Shpresa nuk është rikthyer në Poliçan. Ajo rrëfen një moment mjaft emocionues të takimit të saj me kujtimin për qytetin e rinis. Më ngeli në mendje e u preka, më mbushën syt me latë. Duke dal isha me këtë shoqen, aty një karike, klub, për jashta, kur më del përpara një djala burr me thënë tash, se kishte dalë në pension, unë nuk e dija, nuk më doli përpara, se nga njiha. I tha, mësuese Shpresa, Ngela, i tha shumë, po kush je ti? Jam Novruz Lulaj. Novruz Lulaj edhe një 2 të tjera Arti Kaplani, një tjetër Qato, i mbaj mend shumë mirë se kanë qenë të mrekullueshëm, zënës të shkëlqyer, pavarësisht se me ato kushte kanë qenë se ua, Novruz, i thash ti më mban mend, po edhe pse kam ndryshuar se shumë vite, të mbaj mend shumë mirë, edhe me puthi duart, pse i thash unë, tham ke mësuar shkronjat e para. Historia e Poliçanit, ëndrës industriale ngritur me sakrificë, e rënuar dal nga dal gjatë viteve të tranzicionit, është historia e mira punëtorëve që kaluan nga krenaria në pasiguri, nga qytetar aktiv në emigrant e të papunë. Rrugët që dikur gumëzhinin, sot ruajnë vetëm zërat e kujtimeve, të moshuar që jetojnë me kujtimet e së shkuarës. Ka ende prej tyre që shpresojnë se ndoshta një ditë, sirenat e uzinës do të bien sërish.